Ulqini me rrugicët e ngushta dhe hije në ullinjve të lashtë mbartende aromen e një jete që ecën ngadalë por me kuptim. Për të kuptuar më mirë se çfarë e bën ky qytet kaq të veçantë, biseduam me dy banor që ruajnë kujtimet e dikushme dhe ndajnë dashurinë për traditat ulqinake. Ata treguan se dikur jeta në Ulqin ishte më thjesht, por më e bashkuar. Familjet jetonin afër, njerëzit ndihmonin njëri tjetrin dhe çdo festë kishte kuptim të veçantë. Traditat nuk ishin vetëm zakone, por mënyra të jetuarit, nga mikpritja, puna në ullishta, deri tek festa që bashkonin të rinj e të vjetër. Cilat janë traditat kryesore të Ulqinit? Çaj përket profesionit tim, gjithë kryesore traditës së Ulqinit janë jepraku, bamjet, peshku ka pa më. Atë është mëse premësina është baklava, premësina traditë e moshme kryesore. Premësina të spigje, si thonë ulqinak. Diku e thonë të spigje, diku të spigje. E prakun e përmendme. Po, në tregoni pak sa janë zbehur ndër vite këto praktika e këtij ushqimit? Janë zbehur, 80% janë zbehur. Tash kanë dalë të kuzhinat italiane, franceze. Franceze ka qenë gjithmonë më shumë italiane, kanë ato spagetat, tortillat, si thonë të pallaccinkat e njëjta. Po shkojmë pak edhe aty ku jam fokusuar. Sot më shumë është tradita në përgjithësi e Ulqinit. Cilat janë traditat kryesore të Ulqinit? Flas si identitet shqiptar në Maltezi. Peshkimi është gjë kryesore. Peshkimi, atë mbledhja e ullinjve, ullishta kur është sezoni i ullishtës, dimnit, po mendoj verës, turizmi, verës është turizmi të ditë, ata 2 muaj verë, 3 muaj verë. Ulqini ka traditë, shoqënia me qenë e kënaqur, me shku nga njëri tjetri, mu marrë me muzika, një shto. Ka që me thanë tjera, traditat ka, mu marrë me peshkatim, gjonja peshkut, të gjana. Po na flet pak për ullishtën e Ulqinit, për ullishtat. Ullishta dhe punë, me dash me majtë ullisht, ata që i majnë ulqinak që i kajnë. Dhe që me thanë ma ata ullishta nuk janë të dopsu, nuk janë të punu ullishta si për para. Për para kanë shku gratë, varzat, qikat, varzat si thomë në. Ata kanë shku me, pa menej, kanë shku dhe në kam, s'kanë pas makina. Ade, kanë shku dhe në kam, kanë heqë, kanë shku vesh kanë pas vullnetin, kanë shku me mledhë vesh si të ketë ullishta, ja kanë qenë të knaqun, kanë shku me mledhë ullinje dhe një ashtu kanë mledhë gjithë ditën besë e kanë dhejnë, kështu me kyte poshtë, dhe të i mledhë, me jetu. Na flet pak për peshkimin, për detart e kohës vjetër. Detart e Ulqinit, pa peshkatarët, na kena pas në trumët, kena pas si tradit, mu marrë me detari, peshkatime, edhe që kanë dalë për jashtë me kësi, me anije, me barka. Kanë shku gërbet njës me punu me fitu këshatën e bukës. Kanë shku në përdet, ina pas atë trumojt kanë shku tonë. Deri vonë kanë lanë edhe jetën e tje, janë harru. Për me jetu, familja, s'ka pas atërën, pak ka pas edhe që kanë pushtetit, me thanë, pak ka pas dhe që ata që kanë qenë si përmarje me Ulqinit, OGP, si e thonë, të primo, pa, ata, njështu.
Po më flet pak edhe për ahengun që ish ba për para në për shtëpia. Ahengu? Si jeni mbledh me për Po, para më shumë? jeni mbledh, po me javë me kena shku. Dhe shkoshim, mershim, se kena pasë kushin në kala, në Trumojt. Kapshim me dajren, në setull baba, pasin jam. Shkoshim dhe në kala, në kam s'ka pasës makina. Në kam shkoshim, e bajshim, zdishim unar gjithë natën, dhe kalojshim natën, të kënu, të kësye, as pije s'ka pas. Ja, besot se ka qenë besimtare, Kalalia, të Trumëj, që ka qenë, manë Trumëj, ka thënë. Alkohol s'ka pas, një ashtu, me muzikë, me qeshën, me pralla, me lojna, i shkalu koha jeta, një ashtu. Po, Ulqini ishte njohur edhe për mikpritjen. Keni pas për para më shumë meq, më shumë mysafer në shtëpi. Mikpritja ka pas, se njëse s'kam qenë as televizoret atëherë në të kohë. Herët fort shumë, sa kam qenë bele i vogël, kështu televizore, gjana dhe ma shumë janë marrë, kanë shku ka nej kështu në për një tjetër, ka i shite, pa më nej ashtu. Po, në flisni pak se sa mikpritës ishte Ulqini. Po, Ulqini ka qenë, më i derën mësafirit e fshatarit e pa më nej, a ka qenë Ulqinak, a ka qenë dhe një jebanxhi, një sejb, hajde burmi, ka thënë. Pa për atë me foldet, ka pa të rifat familjes, që kanë pas atë shpirtin, zemën, mikpritse. Sot kemi mikpritje turizmi, ndërsa vite me parë nuk ishte kaq shumë turizmi në pa, por na tregoni kur ishit edhe ju vetë fëmijë, sa kishit mikpritje në traditën tuaj familjare. Mikpritja ka qenë shumë e madhe në atë kohë. Pa më edhe para me, kur kam qenë i vogël, shkoshim kala, në kam shkoshim kala, me lujt domina, me lujt tombolla, me lujt ati, si kanë thonë, treq. Ata vishin, pikala e vishin këtu këna, kërë dënesh. Ka qenë, shkumuni ka qenë shumë i matë, ke i veti, ke kojshia, me kojshi kena shku për zdonat. Matë pa njëherë, televizion e ka ble një shuqe, i ka thonë një kojshi, atë shkoshim me shikëshu të televizor. Në të kohë, na thonë të aje shuqe, ka qenë shofer autobusar, kur doni eni, me këqyrë televizorin. Na s'kishim as kosht në mallë, për veçaj. Shuqe se kam bjemin. Po ahengu Ulqinak? Ahengu Ulqinak ishte i njoftën. Ahengu Ulqinak ishte i njoftën. Po në tregoni? Pekti Ulqinak, takymi si e thonë, ta në kanë bukur, vërshë Ulqini ka veçan diçka. Po në tregoni pak darsmat Ulqinakës, janë bërë, ishin më të bukura se sot? Ma të bukura, darsmat janë banë në për oda, kanë kënu tancë, se dikush me kënu njani e me shiku tjertë. Kena kënu tanë, kena kënu, në borë, në pra borë, s'kena pas ka 500 vetë, 50 vetë, 100 vetë, 200 vetë. Po në trego pak ndjenja e afërsis ishte më mirë atëherë apo sot? Ja, sot bësë ndjenja afërsi, sot s'ka afërsi. Gjithë kush me familjet vetë, me fëmijët vetë, myllet notë, në shpi, s'ka, kanë dalë kafiqja, të s'ka. Për para s'ka pas kafiqja. Hajtë shumë rrinë ke filani, shumë rrinë ke filani. Për çdo gjë shkoshim me uru. Çka bleshin një makinë, shkoshim me uru. Bleshin diçka me uru, me çu një kes kafe, një shishe lang. Sëksi. Sa s'ka ma, blejnë makina tash, blejnë makina krymojit, për çdo muaj ndojnë makinat. S'ka kush ma havlije ose peshqes, i thonë. Sot shumë gjëra kanë ndryshuar, por kujtimet dhe ndjenjat mbeten të gjalla. Traditat e dikushme vazhdojnë të tregojnë historinë e një qyteti që di të ruaj shpirtin e vet. E kështu Ulqini nuk është vetëm një vend i bukur, është një kujtesë e gjallë e kohëve që ishin dhe rrënjve që ende mbajnë njerëzit e tij të lidhur.